Instituti për Kërkime Ekonomike IFO me bazë në Mynih ka ulur parashikimin e rritjes ekonomike për Gjermaninë në raportin e fundit të publikuar. Instituti tani pret që prodhimi brendshëm bruto i Gjermanisë të rritet me vetëm 0.2% këtë vit, një rënje prej 0.2 pikë nga parashikimi i mëparshëm. Raporti thekson kërkesën e dobët industriale dhe rritjen e konkurrencës globale si sfida kryesore për ekonominë gjermane. Gjithashtu, pasiguritë politike të brendshme dhe ndërkombëtare paraqesin rreziqe të konsiderueshme për stabilitetin ekonomik, veçanërisht shqetësimet po rriten mbi politikat proteksioniste dhe të paparashikueshme ekonomike të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, nëse Shtetet e Bashkuara zgjerojnë tarifat për mallrat europiane. Sektori i eksportit të Gjermanisë mund të përballet me ndërprerje të rënda. Kreu i Institutit IFO tha në një intervistë se paqëndrueshmëria e shkaktuar nga politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është helm për ekonominë. Në të njëjtën ditë, prodhuesi gjerman i makinave Audi njoftoi një marrëveshje me sindikatat e punës për të shkurtuar rreth 7500 vende pune në Gjermani deri në vitin 2029. Lëvizja është pjesë e strategjisë së kompanisë për të ulur kostot dhe për të rritur konkurrencën. Në të njëjtën kohë, Audi konfirmoi planet për të investuar 8 miliardë euro gjatë 5 viteve të ardhshëm në fabrikat gjermane për të nxitur inovacionin teknologjik dhe për të përmirësuar linjat e prodhimit. Audi nuk është i vetmi prodhues gjerman i makinave që përballet me shkurtime të vendeve të punës. Volkswagen njoftoi më parë planet për të pushuar nga puna 35.000 punonjës në Gjermani, Porsche synon të shkurtojë 1900 vende pune dhe Mercedes-Benz kërkon të reduktojë mira pozicionet deri në vitin 2027.